Mediat italiane e bën të vdekur, reagon i revoltuar Kledi Kadiu. Ku kam shkuar? Kjo bëhet vetëm për... Herët avon, të gjithë personazhet e famshëm u ndodhin viktima të lajmeve të reme në lidhje me vdekjen e tyre. Rasti më i fundit është ai i balerinit të njohur shqiptar Kledi Kadiu. Disa gazeta italiane kanë raportuar lajmin se ai ka ndruar jetë duke shqetësuar fansat e tij të shumtë, miqtë dhe familjarët. Balerini i njohur i ka lexuar këto lajme dhe ka vendosur që ai të reagojë përmes disa postimeve në Insta Story. Këtu shkruajnë se jam larguar, nuk e kuptoj se ku. Kam vdekur? Jo. U largova nga Italia? Jo. Shihemi më vonë, shkruan fillimisht Kledi Kadiu. Më vonë balerini i njohur ka postuar edhe disa video po në Insta Story ku qetëson të gjithë ndjekësit dhe jo vetëm që është shumë mirë. Po e bëj këtë story për të gjithë njerëzit, miq që po më shkruajnë në këtë orë të fundit për disa artikuj që kanë dalë mbrëm. Disa tituj jo shumë të lezetshëm, sigurisht që bëhet çdo gjë për disa klikime. Kjo gjë është e trisht, por unë jam shumë mirë. Shkrimi në fjalë nuk është kush e di se çfarë, por janë titujt për të rënë në kurth për të marrë klikime, shprehet balerini i njohur. Me pak fjalë, dikush ka tentuar të bëjë bujë duke përdorur emrin e balerinit shqiptar.